Nisër besimtarët musliman në Shqipëri dhe në mbar botën përfundojnë muajin e agjërimit dhe sakrificave të Ramazanit duke festuar Fitr Bajramin. Kjo ditë simbolizon përfundimin e agjërimit dhe është një moment për falënderim, reflektim dhe solidaritet. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, gjatë një mesazhi të veçantë ka theksuar rëndësinë e lëmoshës dhe solidaritetit me më të varfrit dhe të pamundurit. Uroj që kjo festë të sjellë harmoni, solidaritet, begati dhe mirëqenie në familjen e çdo shqiptari. Fitr Bajrami let na shërbej si moment i vetëdijësimit ton që të respektojmë dinjitetin dhe vlerat e përgjithshme njerëzore. Qoftë ky Bajram një burim mirësie, dashurie dhe uniteti për ju dhe të dashurit tuaj. Amin. Në Tiranë, ceremonia e faljes së Bajramit do të mbahet në Shesin Skënderbej duke nisur në orën 06:45 me leximin e Kuranit dhe ligjëratën e posaçme. Namazi do të falet në orën 07:30 mëngjesit, pas së cilët besimtarët vijojnë festimet me drekën tradicionale të Bajramit, duke ndarë gëzimin me familjen dhe të dashurit e tyre. Fitr Bajrami është një mundësi për besimtarët që të thellojnë lidhjen shpirtërore dhe të ndajnë bujarinë e tyre me ata që kanë më shumë nevojë, duke forcuar vlerat e harmonisë dhe bashkëjetesës në komunitetin shqiptar.